me bollek. Dhe me që nuk më kanë vra, më kanë bërë më të fort. Sa jetë ke jetuar? Na njeriu jeton shumë jetë. Por na që i merremi me shkrime dhe që merremi me pasqyrimin e të mërëndshmes njeriu, na edhe i numërojmë jetë që jetojmë. Por se cili njeri jeton shumë jetë, veç se jo të gjithë munden me i numëru, sepse ata nuk e kanë atë aparatin që ja numëron skenat e jetëve dhe i bën ata të aftë me dhënë ty një shifër kur ti i thu sa jetë ke jetu ti. Një mërë thotë, në fakt a i ka jetu shumë. Dhe ne jetojmë gjithë shumë jetë. Pra ne edhe plakemi. Po të jetoshim vetëm një jetë, çdo plakeshim kur. Në këto jetra që kemi jetu, që ke jetu ti, ke marrë gjithmonë ato që të takon? Ke marrë atë sa të takon? Shiko, me marrë atë që të takon është një shprehje që ka fatkeqësisht ka një banak midis. Do më thënë, sikur ne po bëjmë tregti. Shkrimtari, artisti, përballohet më së pari dhe më së forti me pas sigurinë e asaj që bën. Prandaj, unë i kam thënë gjithë këtyre pushtetarëve, sa artista ke marrë me të mirë ti, sa artista ke lasdru ti. Kjo është lavdia jote, se artistat e kanë mbrënd krymin e vetë shkatrimit, sepse dyshojnë të ajo që bën. Por i artist, mane kur vjen lidhja shkrimtarëve që ka lidhje me shtetin njën e tjetër, mane ti inkurajosh dhe mund të krijosh